Ky emision mundësohet nga Mirëmbrëma dhe përshëndetje miqtemi të dashur të Zoom, për i takohemi kështu edhe këtë të premte me mua Albinën, ku për gjatë këtyre minutave do të mundohemi me ju informu, po pse jo, edhe me ju argëtu me materialet që kanë të bëjnë me botën e artit, kulturës dhe showbizit. Faleminderit shumë Felicia Fashion dhe Blerina Krasniqi që për këtë herë është për kujdes për veshjen dhe dukjen time. Një falenderimi u shkon edhe atyre për krahasve dhe mbështetësve të Zoom, që pa ta sigurisht që rrugtimi jonë nuk do t'ishte i mundur. Faleminderit shumë Ngizi Restaurant, Villa Astra dhe partneri jonë më i ri, Laja Swiss. E në vazhdim është një personalitet që i ka mungu shumë ekranit, e rikthimin ka vendos me e bonë në Zoom. Është mësuar gjithmonë të ketë punë vetëm me politik, por kryetari i komunës së Prizrenit do sfidohet me disa pyetje interesante. Në vazhdim, zotri Totaj na ka hap derën e tij në ambientin e punës. Në zemër të Kosovës, aty ku qetësia natyrës takohet me finesën moderne. Çdo detaj është menduar me kujdes, mirë se vini në Villa Teastra, të cilat gjenden në shtras të Kaçanikut. Imagjino të zgjohesh çdo mëngjes mes qetësisë dhe elegancës. Villa Teastra në shtras ofrojnë hapësirë dritë dhe rahati pa kompromis. Me pak fjalë, këtu fillon jeta që keni ndërruar. Pushimet të paharuara ju presin këtu. Rezervoni tani Teastra e shijoni luksin që meritoni. Bën punë shumë të madhe, po ka dëshirë që ndrur jashtë. Të nderuar të Zoom, por i kthehemi përsëri këtu në kanalin zyrtar në YouTube, ku kam nderin dhe kënaqësinë me qenë në një qytet ku njihet për traditën edhe zanafillën e një politike të mirëfill. Sigurisht që kur përmendet Prizreni, na bie ndërmend Shadërvani me ujin e tij, po na bie ndërmend edhe një kryetar që ka bërë shumë për këtë komunë e jo rastësisht gjendemi në zyrën e tij sonte. Bëhet fjalë për zotrin Shaqir Totaj. Faleminderit, është kënaqësi që na ke prit në ambientin tënd të punës. Po mirë se erdhët në Prizren, mirë se erdhët në qytetin e lidhjes Prizrenit, që kjo është identifikimi më i mirë që ne e preferojmë me përmend, po natyrisht përveç kësaj ka edhe shumë elemente tjera, disa nga të cilat juve që cek. Do i diskutojmë, besoj që do kemi kohën e mjaftueshme, po njëherë më trego ku jemi me energjinë e punës, që është po nis një ditë e juja me angazhimet shumëta. Energjia në politikë është një burim i pashtershëm, apo të paktën duhet jetë.
Edhe ata persona që nuk kanë energji apo nuk kanë burime alternative të energjisë, është mirë mos me anis politikës hiç, sepse rrugtimi është tepër i gjatë, objektivat janë shumë të mëdha edhe pa një burim konstant të energjisë, kisha me thonë burim të brendshëm, motivacion të brendshëm, është shumë e vështirë me vazhdu për me tentu me arrit objektivat të cilat janë mjaft serioze. A mendoni, zotëri kryetar, që keni arrit objektivin që e keni synua, apo thjesht si çdo shqiptar e mirë as ka fund? Po shiko, suksesi nuk është një destinacion, suksesi është një proces, një rrugtim. Edhe në qoftë se themi se unë jam bërë kryetari i Prezenit edhe kom arrit objektivin tim, ajo mund thuhet se është të saktë, mirë po ajo është veç një hymje në profesion, edhe është veç një hymje me një proces të gjatë, i cili proces nuk ka të ndalur, nuk ka skaj. Kur e kemi fitu zgjedhjet e para në 2021 ka qenë një arritun, mirë po pastaj performanca gjatë 4 viteve të kaluara po ashtu ka qenë një pjesë e atij procesi që e ka rikonfirmuar se suksesi është një rrugtim i gjatë, pastaj ka ardhur fitoria e dytë para pak kohë. Mirë po edhe kjo nuk është përfundim sepse tash kemi punë në mandatin e dytë, kështu që suksesi është një proces, është një rrugtim e nuk është vetëm një destinacion. Gjithmonë objektivat rriten, zmadhohen, edhe sa ma shumë të ki sukses, aq ma shumë shtohen apetitet, aq ma shumë motivohesh, edhe aq ma shumë shtohet edhe potenciali edhe kapaciteti për me arrit edhe sukseset tjera. Si e gjete Prizrenin edhe si e le pak para zgjedhjeve të fundit? Para 2021 dhe 2025. Po, si e kom gjetë, është një pyetje me vend, si e kom lënë, mendoj që nuk është pyetje që duhet sepse nuk e kom lënë asnjëherë. Me qenë se akoma jam në pushtet. Ke pas besimin e plot që do jesh përsëri? Po, kam pas besimin e plot. Si e kam gjetë Prezenin e kam gjetë me një gjendje jo të mirë. Tash nuk më du me fajsu askend, sepse qëllimi nuk është me lyp fajtori, po qëllimi është me konstatu një gjendje e cila ka qenë faktike në atë moment. Edhe nga ajo pikë fillestare, ne kemi nisë pastaj mandatin tonë me një vit në u ka dashur me kuptu mënyrën se çysh funksionon komuna, se është një sistem mjaft i komplikuar, e pastaj tek në vitin e dytë edhe në vitin e tretë të qeverisës e kemi pas një performancë e cila është dalluar me rezultate, me projekte të realizuara, kurse viti i fundit ka qenë, sidomos pjesa e dytë nuk ka pas shumë bëj me performancën, ma shumë ka pas të bëj me përgatitjen për zgjedhje, edhe për një proces të përgatitor edhe për një proces të përgatitjes, kisha me thonë, për fushatën elektorale, por ajo që kemi gjetë nuk ka qenë shumë e mirë. A janë realizu të gjitha ato premtime që i keni dhënë në fushat? Ose ndoshta jo për të folë kash për dikën ose të mbajmë anë, sepse gazetaria njihet si një ndër profesionet që mundohemi me transmetu atë që është tek publiku. Por, 3 gjëra kryesore që ju keni dhënë fokus dhe ato i keni pas në fushat. Ka pas një mungesë të një energjie të leadershipit për me i shty punë përpara, sepse mënyra se çysh ka funksionu kryetari më parshëm nuk ka pas shumë të bëjë me një leadership individual, por ka pas të bëjë më tepër me një varfshmëni nga lideri suprem i partisë, kurse partia vetëvendosje e dim çysh funksionon, është një centralizëm, një diktaturë brendshme. Mirë po, mandati ynë ka fillu me një energji, ka fillu me një vizion, ka fillu me një gatishmëri dhe me një vullnet, edhe natyrisht shumë projekte janë realizu, projekti i madh që kemi realizu i pari ka qenë hapja e rrugës tranzitit, tranziti i ri, deblokimi faktikisht i asaj rrugë, largimi një shtëpie që ka qenë aty piku 15 vite, pastaj kemi pas projekte të tjera, rindërtimi apo rikonstruktimi i sheshit Shëndërvanit, rregullimi i trotuareve, shtimi i gjelbrimit, rregullimi i rrugëve për qasje në autostradë ma shpejt edhe ma shkurt, pastaj renovimi i qendrës sportive, renovimi i shtëpisë së kulturës, e shumë projekte tjera. Qa ju ka mbet pa realizu që tani mos e keni marrë në zgjedhjet e fundit përsëri mandatin, gjë që ju përgëzoj, cila ka qenë ditën e parë të punës, pasi u rizgjome. Shka ka mbet pa u realizu, në bazë të analizës e institutit GAP, ku 70% janë realizu, mirë po për atyune që nuk janë realizu e që janë ma të rëndësishme, janë adresimi i çështjes parkingjeve në qytet, sepse kemi një rritje të numrit të turistëve të kohëve të fundit dhe kjo normalisht që e rithekson çështjen e mungesës parkingjeve. Kjo është një çështje që veç kemi filluar me marrë me ta. Tjetër pikë që kemi mbet pa realizuar që unë besoj shumë që do ta realizojmë është teleferiku për Kala.
Edhe po ashtu një projekt serioz ku kemi pas përmirësime, po nuk ka përfundu është projekti për përmirësim të furnizimit me ujë të pijes. Edhe këto 3 projekte janë faktikisht ato pika të rëndësishme të programit që ne kemi premtu për mandatin e parë, mi po s'kemi mujtë me realizu për një arsye të thjeshtë s'kemi pas buxhet ma tepër. Edhe qeveria qendrore diku përmes përmbaruesit na i ka marrë 25 milion euro për një mandat. E 25 milion euro për një komunë si Prizren nuk janë pak, sikur t'i kishim pas ato mjetë, kishim realizu ma tepër, po gjithsesi në këtë mandat ato projekte do t'i realizoj, po përveç asaj... A është ndaj buxhet? Buxhetin për vitin 2026 nuk e kemi miratu akoma, sepse po presim të konstituohet asambleja e re. Kushtetuta kërkon që të shpërndahet kuvendi dhe vendi të shkojë në zgjedhje. Dja është bojë ditur data e zgjedhjeve. Do t'jetë 28 dhjetor. Është afru, është afër. A keni kohë me u bogati ose cilat janë ato pregaditjet prej momentit që e kuptuam datën? Pa me thonë drejtën... A halas ke pas ndërshta ko mullë dhe me mëndu? Sot tash në ora 6 të kam një takim me kryesin e degës edhe me shtabin. Faktikisht na veç jemi të pregaditun sepse qajo energji, qaj kontinuitet për zgjedhjeve lokale do të vazhdon edhe zgjedhje nacionale. Ka mujt me qenë një javë ma heret, kish me qenë ma mirë sepse unë e mendoj që 3 ditë para vitit 3 me majtë zgjedhjen nuk është bashkë e rekomandoshme dhe bashkë e preferueshme. Mi po si do të qoftë prezidenti ashtu e ka vendos edhe tash nuk ja vlen me komentu shumë, po ja vlen mu pregadit e mirëpresim diasporën, sepse konsiderojmë se diaspora do të din me votu drejt edhe mirë. Për ndryshe unë jam shumë optimist se në përgjithësi këto partit shtet ndërtuese dhe shtet formuse, në mesin e cilëve bën pjesë edhe PDK-ja, do të dalim ma mirë se herën e kalume, edhe unë e pres që të ketë një vazhdim të ramjes së vetëvendosjes, sepse me 5 vitet e fundit nuk kanë tregu as minimumin e performancës, nuk e kanë përmbush as një premtim, dhe kishte me qenë plotësisht e logjikshme që të kemi një ramje të matutjeshme të tyne. Çka mendoni, zotri Totaj, që ka Partia Demokratike e Kosovës që kundërshtarëve i mungan? Cilat janë ndoshta ato pikat e forta që është halali der në... Pa shikoni, unë nuk e preferoj me komentu shumë partit tjera, po preferoj edhe në fushat për zgjedhje lokale ma shumë janë fokusu të përparësitë e mia se sa të mungesat e kandidatëve tjerë. Po me qenë se po e përmen që nuk kanë arrit me realizu, atëherë po besoj që e shë pikën e fortë dhe të dobet për me ditë pastaj ku me godit në thonjza. Po, unë e konsideroj kështu, Partia Demokratike e Kosovës e ka një potencial, e ka një energji. Mas pari është një partie cila ka dhënë një kontribut serios në krijimin e këtij shteti, edhe pastaj në ndërtimin e institucioneve, në krijimin e raporteve të mira me bashkinë ndërkombëtare, edhe këtë strukturë institucionale, këto institucione, këtë qeveri, këto ministri, këto agencione, Partia Demokratike është partia cila e ka dhënë vull. Jo, nuk është e vetmja, ka edhe parti tjera, mirë po definitivisht është Partia Demokratike ajo që ka atë farë vullën e originalitetit, e cila e ka dhënë një energji shtesë për me shty këtë proces përpara, derisa masi veç po fillojmë mi krahasu, derisa lëvizja vetëvendosje na e dim që një kohë gjatë nuk e ka njoftë as himnin, as flamurin, as nuk e ka njoftë shtetësinë, as nuk e ka njoftë institucionet. Prandaj kemi të bëjmë me një qasje mohuse ndaj këtij shteti, të cilin pretendojnë se e kanë pronë vetën edhe të cilin e kanë udhëhequr me një mënyrë jashtëzakonisht dobët në këto 5 vite të fundit, edhe pse i kanë pas mbi 51% të votave, dhe më thonë nuk kanë pas pengese në aspektin e votimit, mirë po performanca atyne është shumë largë premtimeve që i kanë dhënë, edhe po thuj se asnjë premtim serioz nuk kanë arritur me mbajtë. E unë e konsideroj që PDK-ja ka edhe staf, ka edhe resurse humane, ka tradit në krijimin dhe ndërtimin e shtetit, edhe ka një vizion qartë se ka duhet me lëviz. Me një farë mënyre kemi studiu të kaluamën tonë dhe kemi pa që ka pas nevojë për një reflektim. Zotri kryetar, më intereson me ditë pjesën që na përket të gjithëve dhe është një pjesë shumë e ndjeshme, ka të bëjë me rinin. Sa ju jepët përparësi të rinjeve në Prizren po flasim,
E përmendëm më parë pjesën që ju mundu me qenë objektiv në realizimin e qëllimeve të mia. Sa mundosh me qenë afër qytetarëve kur ata ka nevojë? Po flasim për organizime të ndryshme, është njoft Prizreni si për Dokufest, është njoft sikur për festivale të ndryshme. Hajde të bojemi bashkë dhe ta kemi ndoshta një festival që organizon një kryetar si jo për shembull. Kur do të bojmë diçka pak më entertainment, jo me u lodh gjithmonë në këtë pjesën e shtrimit të rrugëve, semaforat, parkingo. Se mos me thirr na krejt Shqipërinë marrë me boni Sunny Hill në Prizren për shembull. Po na veç e kemi bo ato, po nuk e di ju a keni informacione, apo jo përndryshe unë e presim festivali rock edhe blues. Organizohen, po e kam fjallën një festival si për shembull Kënga Magjike që organizohet në Shqipëri. Pse nuk po e organizojmë edhe na në Prizren një festival të tillë muzikës? Tema është shumë e mirë edhe plotësisht pajtohet sepse kjo është faktikisht një pjesë integrale e këtij koncepti tem edhe të karakterit dhe personalitetit tem, sepse unë kam dy hobi të jashtëzakonshme, ato janë rock muzika edhe basketbolli. Edhe po i numëroj disa festivale të Prizrenit. Ti e përmend Dokufestin, i cili është festivali nashta ma i popularizuar, por nuk është më i vjetri, ka edhe më të vjetra se Dokufesti. Përveç Dokufestit, me siguri keni ndëgjuar për shoqërinë kulturore artistike Agimi. Keni ndëgjuar për festivalin Zambaku i Prizrenit, që është një festival i këngës së vjetër qytetare, po ashtu e dini për festivalin tradicional të muzikës folkloristike Hase Jahan. Pastaj kemi festivalin Gom Fest, ku është festivali i muzikës moderne më tepër. Pastaj prej momentit që unë kam marrë në pushtet, janë themelu dy festivale të reja. Njëri prej tyre është festivali rock edhe blues muzikës, që unë e kam pasion rock muzikën, e tjetri është festivali ndërkombëtar i teatrove me skena të hapura. Edhe ky festival është themelu në kohën kur unë e kam marrë pushtetin bashkë me kolegët e mi. Edhe këto festivale ne i kemi përkrah përmes subvencionimit, edhe u kemi mundësuar atynve që të ngrisin nivelin artistik dhe kvalitativ. Edhe për shembull festivali Zambaku i Prizrenit ka pas një nivel kogja të lartë artistik sepse një maestro si Shpëtim Saraçi kemi pas drejtor artistik. Edhe kjo ka rezultuar me interesim më të madh edhe të këngëtarëve edhe të kompozitorëve për me pru këngë më të mira. Kurse në Rock Festival kemi pas bende që kanë ardhur nga Amerika, kanë ardhur nga Luksemburgi, kanë ardhur nga Finlanda, kanë ardhur nga Maqedonia, nga Shqipënia. Edhe si vjet, po më jo si vjet, për në festivalin e ardhshëm, që i bën faktikisht vitin e ardhshëm, veç po negociojmë, do të kemi bende nga Amerika, edhe do të kemi bende kështu të njoftuna, të mira. Prandaj plotësisht po pajtohena me këtë vizion, edhe aty normal që është i kyçur një grup i trive, të cilët janë entuziastë, të cilët kanë energji, të cilët dojnë me kontribu, edhe për ata është një jetësim, një ëndër me pa një skenë të madhe, mega në Prizren, edhe me ndëgju ato bendet që i kanë pa veç televizion përpara. Ne do të vazhdojmë me këto organizime. Në plan është që vitin e ardhshëm, diku në fund të tetorit, fillim nëndorit, me fillu për herë të parë Jazz Festivali i Prizrenit, 2 mbrëmje me ka 2 ose 3 bende, për me mujt me kompletu këtë skenën kulturore të qytetit të Prizrenit edhe me një festival të ri, edhe natyrisht kushdo që ka ide të reja për diçka inovative, për diçka kreative, ne jemi të hapur me bisedu për ato gjana, po ideja apo dëshira ime ka qenë që rock muzikën t'ja ofrojmë gjeneratës së re, që ata të shohin çfarë vlera ka ajo muzikë, edhe pastaj unë jam shumë i sigurt që ata që dinë çka është arti, çka është muzika mirë, çka është rock kultura, nuk kanë me mujt me rezistu shumë, edhe do të kyqen, do të bashkangjiten, edhe kjo plotësisht argumentohet sepse çdo vit kemi numrin më të madh të vizitorëve dhe të mysafirëve. Na deri tash folëm për pjesën e planeve vetëm në politik, po mungon pjesa personales. Apo gjen kohë me u përkushtu në jetën private. Më herët më thatë jashtë kamerës që shkova me vizitu vajzën. Qysh janë ndoshta reagimet e tyre kur mungon në data të rëndësishme? Atë mirë kuptoj. Flutra, bashkëshorti jam ka thonë, ma nuk du me votu për ty, tha se prej që u bone kryetar, hupe. Mirë po, ja kom mbush mendën ka votu për mu prapë. është e vërtet që merr kohë shumë, edhe ka një herë ndodhë që mos me qenë prezent në momentet të rëndësishme kur për shembull ose Elena, ose Adonisi, ose bashkëshorti e ka ditëlindjen, ose nana e cila e ka 96 vjet. Mirë po, marrja me politike ka një kost, ka një çmim, edhe gjithsesi ka një herë mungesa vrehet. Mirë po, megjithatë
për dhe ki parasysh faktin se puna është një punë e cila për kontribon për ngritjen e kvalitetit jetës në nivel të prezenit, si mas shumicës njerëzve, atëherë satisfakcioni është shumë i madh sepse një person i cili me punën e vet arrin me përmirësu kvalitetin e jetës me një qytet si Prizreni, unë mendoj që është problemi më i madh që mund me marr. Edhe shumë shpesh rrugës me qytetarë, unë shkojnë punë me bicikletë, jo kur bjen shi, kur është koha mirë. Edhe shumë shpesh nalën me qytetarë rrugës, bojnë pyetje, ju kthej përgjigje, kanjëherë ju pëlqen përgjigja, kanjëherë s'ju pëlqen, mi po komunikimi është shumë spontan. Jemi mësuna me ju pa më të paprekshëm. Kështu që sa ka rëndësi kjo që m'ja zgja dorën një qytetarit edhe m'ja dëgju një hall deri në fund edhe mos me i premtu pas qeni sigur që realizon. Po unë mendoj që kjo koha e politikanëve apo kryetarëve të komunave të paprekshëm ka kalu, sepse kryetari i komunës është një në mesin e të barabartëve, edhe ashtu duhet me një veten, edhe ashtu duhet mu sjell edhe më komuniku me njerëz pa protokoll, pa komplekse, pa paragjykime. Përgjigjet kur t'ju jap, kur janë pozitive ju pëlqejnë. Kur janë pozitive nuk ju pëlqejnë, mi po i pranojnë. Sepse kur t'ja shpjegon dikujt me argumente që një punë nuk ka mundësi mu kry për këtë arsye, e pranojnë, nuk bën problem. Mi po normal që kur ka mundësi me kry punë dikujt, ndjenja është më e mirë, po është shumë e rëndësishme se është edhe një satisfakcion edhe për mua kur dikujt ka mundësi m'ia plotësu një motiv, m'ia kry një punë, m'ia lehtësu një situatë apo një rast. Cili ka qenë një koment që akoma e mban mend dhe thu shumë mirë që jam këtë pozitë që ka mundësi me plotësu. Një koment që po të bjen mend. Po ka pas raste që për shembull vitin e kaluar kemi pas një situatë kështu pak më jo të këndshme, kanë eksploduar disa petarde. Edhe ato kanë shkaktu dame këtu me një lagje që nuk është shumë afër, shumë larg komunës. Edhe ne kemi dalë aty në vend ngjarje se kemi pasha ka ndodhur. Edhe pastaj aq sa kemi pas mundësi, kemi kontribuar me u kompenzu damat aty në persone. Për pjesën tjetër kemi bën një raport dhe kemi dërguar nëpër ministri, edhe kur e sheh që njerëzit kanë psu dam, edhe sheh që po ki mundësi me unimu, është një ndjenjë e mirë. Në anën tjetër, nëpër fshatna për shembull ku shkojmë, fshatarëve të cilët kanë pas problem me lëviz, që ndërton një rrugë, edhe ja plotson një motiv, ndoshta me dekada që s'kan mujt me plotësu, edhe ata të falenderohen e nin veten mirë, është një satisfakcion, është një farë kënaqësie të punës edhe të marrës me profesion. Po ka kanjëherë edhe momente të kundërta, kur të akuzojnë pa lidhje dhe pa arsye, ti duhesh mu përmbajt, për shkak se kryetari i komunës duhet me qenë gjithmonë në nivel të pritjeve edhe nuk i zhdasht me reagu në mënyrë të pakontrollume, mirë po ai kontrollim i reagimeve të harxhon energji, ama gjithsesi duhet me pas kontrollin e reagimeve. Për fund një mesazh për gjeneratat e reja, çka është politika dhe ata cilët studiojnë për këtë drejtim, po kanë dëshirë të bëhen shumë shpejt, edhe mendojnë që është një rrugë e lehtë me u bë. Po politika Një jap 3 gjëra të forta që duhet të ketë një, mos themi direkt lider, po të paktën një politikan modest. Mas pari me theksu që politikën e kanë demonizu pak të në Kosovë. Marrja me politikë është sakrificë. Edhe veç ata që mirën vetë me politikë e di çka hjekin, në për çfarë sfida kalon, në për çfarë faza kalon. Gjeneratat e reja që dojnë me marrë me politikë, unë i inkurajoj, sepse nëse ata që i vlejnë, ata që janë të mirë, nuk mirën me politikë, kanë me kriju terren edhe hapësinë që mu marrë me politikë ata që ndoshta nuk e meritojnë. Prandaj sa më shumë djemë dhe vajza të reja që kanë potencial, që kanë kvalitet, mirën me politikë, gjasat janë më të mëdha që na kemi me pas një nivel më të mirë të politikë bërjes. Çka duhet me pas? Duhet me pas mas pari një vizion të qartë, ka po dënë me lëviz, duhet me pas energji edhe guxim, edhe mos mu frigu nga dështimet. Nëse friguesh, mos po gaboj, mos po dështoj, mos ndoshta nuk po kam sukses, atëherë më mirë është mos me hi asaj pune. Duhet vetë besim, guxim, siguri edhe vizion i qartë ka për të me lëviz, edhe nuk ka kompromis me vlerat. Këto janë gjëra shumë të rëndësishme. Këto janë pyetje vlerat, orientimi i Kosovës euroatlantik, nuk ka kompromis. E kjo duhet jetë e qartë për secilin. Kryetar, shumë faleminderit për kohën edhe vullnetin në mes të angazhimeve dhe pse është fundjavë, keni angazhime, të falenderojmë shumë edhe të presim edhe në projektet e radhës tashmë që veç i pas keni.
Pranesë edhe juve, edhe ju presim prapë në prezent, mbasta në ditë tjetër kur është koha më e mirë me dalë edhe në Shëndervan pak. Patjetër. Edhe me pas çka kemi punuar, çka kemi Kënaqësi shumë e madhe, sinqerisht. Pranesë. Shikues të nxom, shkojmë në një shtëpisë kryesore, do të rikthehemi për intervistën tjetër për natën e sotme. Tani është koha për intervista javës ku për këtë herë e kemi sistemuar këngëtarën e mirënjohur Albulena Ukaj, po jo vetëm. Ajo do jetë e shoqëruar edhe prej make-up artistës së saj profesionale, personale, Blerina Krasniqi. Çka do zbulojnë ato për kamerën e nxom, do e shijojmë së bashku tani. Një ndër këngëtarët më të preferuara në vend që duket sa kalojnë vitet bëhet më re. Është kjo Albulena Ukaj, të cilën e kemi zënë pak minuta të lirë, pasi e dim që kjo periudhë pak para festave të fundvitit për të është goxha ngarkuar. Përshëndetje, me gjithë kënaqësi ju kom mirëprit, më ardhur me pa një procedurë të make-upit edhe të shumë zbukuron shoqja më e mira. Pra Blerina Krasniqi, 2 studio, është the best make-up artist. Për mu e po, tash për tjerë në ashtimuj me fërë për gjelozis, ama sinqeresht është ma e mira. Besam që ndikon tepër shumë. Unë në moment që vite Blerina, s'kam nevoj me diskutu qka që shtek me mba make-up, vetëm ullna, edhe e jep maksimumi ma të mirën të mund shpenë zirë të one. Ajo flet edhe për sezonën e verës, se si e ka kaluar, por para kësaj, make-up artistja cilën e përmendi i tha disa fjalë për bashkëpunimin me Lenushen. Për çdo kolegë dhe për mua ka një verë shumë e ngarkume, me darsa me si ajengje familjare, kryesisht mirë. Pak temperaturat na lodhin në verës, po mirë. Përshëndetje, zëm. Jeni në 2 studio me Blerina Krasniqi për ndryshe grimerën personale të Albulena Ukaj. Faleminderit shumë që keni ardhur. Ju mirëpresim sa herë që të keni kohë, jemi këto për secilën fytyrë publike dhe secilin klient që neve na nderon me u konë këto me neve. Nuk e dita, nuk e prita takimin me ty. Por nëse flasim për xhirimet e fundvitit dhe potpuritë e ndryshme, çka e ka dalluar këtë paraqitje të saj, do t'e kuptoni nga vetë ajo. Do me thonë, ku vendos që mëse pas ripërpunime këngëve të vjetra, do me thonë si gjithmonë që i bajnë krejt kolegë, me pas këngë të vjetra që për ripërpunojnë, ja mundu me pas vetëm këngë të reja risi. Ate kemi parë edhe në duete, e madje zbulon se ka pas shumë oferta për bashkëpunime, e që ka punuar intensivisht në atë drejtim. E po me qenë se është përmendur dasma, emrin e saj ja kemi pa teksa u bë virale me një intervistë ku ka zbuluar se ka ngatruar sallën e një dasma. Nusja me dhëndrin, thojnë Albulin, po na vje shumë keq, po na kena menu që Nusja thot që babi jam ka pru surpriza për den, po na vje shumë keq, po familja Trepsha është e salla tjetër. Unë ato momente. Se di bre, shpesh herë më ndodh, jo vetëm të kjo intervist, po të shumë intervista, se kërë kam atë kimën e Ukit, unë asë një herë nuk jam asi tipi, karakteri njeriut, që më pëlqen me shit mendje madh si mami, babi ose kësi tripa, unë gjithmonë kallëzoj sene reale, vetëm senet reale që ka më ndodhe, edhe shumë e vërtet që ka ndodhe ajo pjesë. Kur gjosë këm rajt. Po njerëz jemi krejtë dhe njeri pa gabime nuk ka, janë sene që ndodhe. Edhe mu më ka ndodhe, po thjesht unë jam kanë shumë e lumëtër që dasmortu më kanë mirë kuptu. Kjo kanë ma rëndësishme se sa njerëzit që kanë keq interpretu me komente negativa, ato sene së më bëjmë përshtypje absolut.
Sikur shumicës e kolegëve të saj, edhe Lenës po ja bëjmë këtë pyetje. A ke pasur oferta për të qenë banore në Big Brother? Nëse po, pse nuk e shqyrtova? Është thik me dy teja. Në Big Brother mendoj që o e ngriti imazhin, o edhe qatë imazh që e ki e shkatran. Edhe unë nuk është e shoh vetën najherë në Big Brother. A ke pas oferta? Po vitin e kalum kum pas ofertë, për më kanë pjesë e Big Brother. Nuk e dija, po mundeni me vrejt, Qalbulenës si ka ndodhur një incident me dorën, teksa muhabeti po vazhdon, ajo na tregon se kapi pak mësyshe. Sot jam kanë me dorën shumë keq, ama thjesht nuk desht me anullu këtë intervjis, më arti për i Prishtinës me gjiru këto edhe nuk e kum pa të arsyeshme. Një aksident të shtëpia, tu prej lakna edhe kum prej dorën. A i vjen që gatunte, ti e zoja me për punë të shtëpisë? Po, njëri jam edhe unë s'ka krejt. I baj krejt sarat e shtëpisë. Jo, valla mu, kërkush nuk jam i bo punë të shtëpia, normal vetë, kujdesna për vetën të. Pite jo. Që ka të baj me gjella tradicionale, di me gatu kështu, ama pite s'kom provu asë njëra. Okej, a na premton publikësh që statin e Zoomit këme pritë në shpet me najtrej? Me gjithë knasi, kur dani, vetëm sa të kryt që ke pjesa që t'i vegjirime projektëm, edhe telefonam, edhe ju me i pres me gjithë knasi të shpia. Zoom, ajo e ka bërë të ditur që së shpejti plason jo një për disa këngë të reja që i ka incizuar së fundme. E deri atëherë shumë suksese për të. E tash, këtë skalet po e mbylli, sepse është koha për ballosh shqiptare, e organizuar si gjithmonë e jetë prej Djellza Kolgecit. Unë ulla tash edhe jam bagati për me shiju këtë super storje në projektor e sigurisht që jam lotë sepse kemi vallëzu shumë atë natë. Një edicion unik i ballosh shqiptare. Vit jubilari këtij organizimi me rëndësi të lartë kulturore ku mbledh personalitetet dhe personazhet më të njohur të ekranit. Zoom ishte e pranishme në edicionin e 10 të ballosh shqiptare. Ju sjell një insert me pamje ekskluzive të atmosferës. Edhe këtë vit urdhëheq që në bëri prezantuesja e njohur Alketa Gashi. Ndërsa për muzikën u përkujdes Asim Gashi. Si fillim nuk ka si të mungoj një koqirja ballosh shqiptare, që kur përmendet çdo vit ky event, na bie ndërmend kontributi i hateshëm që Djellza Kolgeci e jep. Emocionet veç po e sheh, janë të mdhaja, ka shumë njerëz, ka të pranishëm, shpresoj jemi tu dëgju. Besoj që ketini tu kalu mirë, edhe une po kaloj mirë, por hala nuk kom fillu me kalu mirë. Albin, pedente, me 400 veta me folësh kogja pune madhe, e lemo gjana tjera. Ajo që na bie në sy është padyshim stili veshjes së bukuroshës e për emisionin Zoom ajo e tregon se pse e bëri këtë përzgjedhje. Jam shumë krenare se kom pa që ballo ka po shumë jehon. Tu marë parasysh që veshjet kombëtare apo disa elemente, detaje të veshjes kombëtare po i shohim edhe tek trinjët në për klipe, në për organizime të ndryshme, do të thotë ballo shqiptare ka pas ndikim për të mirë. Tradita jonë e gjitha kjo mendoj që është u rikujtu edhe po vlerësohet më shumë të falenderu ballo shqiptare, sepse ballo shqiptare është ajo
që duhet të na rikujtoj edhe të besojmë, sidomos në festat e 28 nëntorit. Pat edhe ansamble të ndryshme ku ballon e respektoj edhe gostivari, duke u paraqit në mënyrën e dinjitetshme me veshjet e tyre të bukura plotnor. Është edicioni 10 jubilar, ne jemi grupi folklorik Jahia Sani nga Çegrani Gostivarit. Vim këtu për herë të 56 dhe është një kënaqësi e veçantë sepse jemi këtu me gjitha trupat artistike, me gjitha ato që ne themi emrat e estradës së njohur kosovare, figurat e njohura të politikës, së kulturës, së sportit dhe kështu me radhë. Është një event shumë i rëndësishëm sepse na gërsheton kulturën tonë shqiptare, na bartën tek ne emocione të fuqishme të traditës sonë të lashtë, në një civilizimi shumë të vjetër, ne jemi popull i vjetër në Ballkan, vinë zona të ndryshme etnografike, sonte këtu jemi gostivari veçantë me kostumet e nusës dhe kostumet e djalit që janë punime artizanale të gjysheve tona që rralli gjem në arkat e tani të kohës moderne. Janë djem dhe vajza të reja që bartin këtë civilizim kaq të bukur, këtë kulturë kaq të lashtë dhe ballo shqiptare i lumt organizatorit Dellzë dhe Kolgeci që arrin që ti grumbullojnë të gjitha figurat e njohura të estradës shqiptare. Edhe të pranishmit i thanë për shtypjet e tyre për kamerën e në zonë. Përshëndetje gjithve, unë jam Bengjana edhe sot jam këtu në ballën shqiptare. Për shumë vite jam një valltore e shumë e suksesshme të mësoj të javë të zgjidhur dhe me çdo presme është ju këtë ramë ka mirë ka këtua. Përshëndetje zonë, mirë se keni ardhur sonte në ballën shqiptare, në një event kaq të madh dhe kaq të bukur me motive tipike shqiptare. Faleminderit shumë që keni gjetë kohën dhe keni ardhur. Unë për vetë jam ka kënaqur në sonte, atmosfera shumë e lezetshme, tipike shqiptare që ne kemi traditë, ndër vite, ndër shekuj, ndër shekuj. Një urim e kam për Dellza Kolgecin, një urim e kam për Dellza Kolgecin, e cila është të uroj shëndet, lumtuni e shumë punë, plot suksese edhe shumë vite tjera, organizime të tjera të tilla që kemi nevojë ne si shqiptar me pas sa më shumë përkrahje dhe motive shqiptare. Faleminderit shumë. Mbrëmje vazhdoi deri në orët e para të mëngjesit dhe një natë magjike ku ishte gërshetuar kultura dhe tradita mirëfillt shqiptare. Në inserte në vazhdim do mund të ndiqni për mbledhjen e temës së javës, kush kanë qenë emrat më të sfikatur gjatë këtyre ditëve. Do i kuptojmë së bashku do mund të ndiqni. Në zemër të Kosovës, aty ku qetësia e natyrës takohet me finesën moderne. Çdo detaj është menduar me kujdes, mirë se vini në villa Teastra, të cilat gjenden në shtras të Kaçanikut. Imagjino të zgjohesh çdo mëngjes mes qetësisë dhe elegancës. Villa Teastra në shtras ofrojnë hapësirë dritë dhe rahati pa kompromis. Me pak fjalë këtu fillon jeta që keni ndërruar. Pushimet të paharuara ju presin këtu. Rezervoni tani Teastra e shijoni luksin që meritoni. Bën punë shumë të madhe, po ka dëshirë që ndrojë jashtë.
mëngjesi sotëm nisi krejt ndryshe. Si fillim u raportua nga mediat në Maqedoni se Shpat Kasapi ka ndëruar jetë. Por, ky informacion akoma nuk u konfirmua. Derisa mediat në Kosovë transmetuan këtë informacion të kopshëm, duke u bazuar në burime pranë tashmë të ndjerit. Gjithçka ishte lëmsh, nuk dihej si çka u bë. I vetmi informacion që u bëj qartë ishte se këngëtari nga Tetova ndodhej në Itali për shërimin e djalit të tij 3 vjeçar. Këtë ka konfirmuar edhe bashkëshortja Selvia, e cila na mbushi syt me lot me këtë video së bashku me dedikim. Ëndrat e një djali të ri mbetën në gjysmë, ai nuk arriti të mbijetoj sulmit në zemër. E madje sipas burimeve thuhet se dhe babai i tij ka ndëruar jetë në këtë mënyrë, duke thënë se është e trashëguar. Lajmet nuk ndaleshin, të gjitha portalet në vend e rajon raportuan duke marrë në prononcim fillimisht kolegë të këngëtarit 40 vjeçar. Të njëjtit me lot në sy e kujtuan Kasapin si një prej artistëve më të dashur dhe paqësor në estradë. Adrian Gaxha, Albulena Ukaj, Adnan Daci, Blero, Big Mama, Ganja, Ermal Feyzullahu, Goldejgji, Rovena Stefa, Pone, Neki Emra dhe Vesa Luma ishin vetëm disa nga personazhet publike që kanë ndarë në rrjetet sociale fotografi me mesazhe ngushëlluese. Habi ka shprehur edhe Ledion Liço dhe krejt produksioni Top Channel, sepse Shpati vetëse ka konfirmuar se do t'jetë banor i sezonës së 5 të Big Brother VIP Albania. Madje kontratën e kishte të nënshkruar. Nga menaxhmenti i këngëtarit është postuar ky njoftim, ku thuhet se do të bëhen të ditura detajet nga ceremonia e varrimit. Muajt e fundit kanë qenë të vështirë për Shpati, i cili ka kaluar një periudhë të vështirë emocionale, por çka ndodhi me jetën e tij? Edhe pse Shpati nuk e ka konfirmuar publikisht të ndarjen nga bashkëshortja, burime të afërta pranë tyre flasin për kriza familjare që kanë ndikuar në marrëdhënien e tij. Bashkëshortja e tij disa herë kishte dhënë deklarata që sugjerojnë se ndarja është e vërtetë, duke lënë të kuptohet se situata është më serioze se sa dukej. Përndryshe, në tetor të këtij viti, ai e pati publikuar një projekt të ri me videoklip. Të gjithëve na befasoi edhe ky status që ka postuar i shefejuara Shpat Kasapit, modela mirënjohur Afërdita Dreshaj. Valle kosovare është një het i padiskutueshëm, që Shpatin edhe nëse jo fizikisht, do t'jetoj gjatë me zërin e tij unik në jetën e gjithë secilit.
Pushoj qetë shpat, faleminderit për kontributin në muzikë. Kush të ndau prej meje, kush të mpushime djen, të jetosh pa mua, me një mi plakë në zemër. Në kuadër të bashkëpunimeve në Zoom ju njësonte me një histori suksese e themeluar qysh prej më shumë se 4 dekadash, bëhet fjalë për Laja Center, që tani tutje mund të gjeni edhe ëmbëlsirën më të komentuar dhe virale gjithandej, po kameraman bëhet fjalë për Dubai çokoladën, e që vjen me 4 shije të ndryshme. Atë mund të gjeni vetëm në Laja Sweets. Në vazhdim një histori suksesi ku kanë folë shumë njerëz që qëndrojnë prapa këtyre sukseseve. Shikuesit besnik të në Zoom tashmë kanë kuptuar se pothuajse çdo javë ju sjellëm histori suksesi të kompanive të ndryshme. Për sonte kemi përgatitur një reportazh për Laja Center dhe Laja Sweet që gjenden në Prizren. E themeluar prej para luftës, misioni dhe vizioni ka qenë që klienti të trajtohet me kujdes të shtuar dhe i njëjti të blej produkte vendore cilësore. Mirë se keni ardhur në ambientin ton të Laja Center. Unë pikërisht jam Sedi Gashi, jam pronari i marketit edhe pronari i Laja Swiss, cilin në këtë profesion të marketit si menager ose si pronar e bëj që rrafsh 8 vite. Por kush është Laja, në vazhdimsi do të njeni me krejt rrugtimi në këtij biznesi. Biznesi i Lajas Center ka nisë qysh viteve 80-ta, qysh baba, gjyshi kanë bërë tregti me pemë dhe perime. Qysh viteve 1999 ne kemi hapur një market në Landovic, ku me vite me radhë kemi qelë dhe qendrën tonë të më të madhe tregtare. Edhe prej marketit ne kemi kaluar edhe një fabrikë që kemi qelë në Laja Swiss. Çokolada nuk është thjesht një ëmbëlsirë, është një përvojë. E po pikërisht për këtë na kemi me ju fol tani. Provoni Dubai çokoladë me shije unike. Një kombinim që të përgdhel shqisat e të jep ndjesinë e luksit në çdo kafshim. Deri tani na folje pak për historikun, son e kam një farë këndit të djallë, kështu që kërkoj mirë kuptimin tuaj, zotri Gashi, apo na tregon, po e shohim edhe në pamje dhe ndjekësit e rrjeteve sociale të në Zoom e din që vazhdimisht po postojmë disa ëmbëlsira që po i marrim me vete kudo. Na ka arrit ky emër me u bë pjesë e jetës tonë, apo na tregon çka ka të veçantë kjo Dubai çokoladë, ka qenë shumë e komentuar. Dubai çokoladë, që ne e prodhojmë në fabrikën tonë, në Landovic, ka veçantë që është një shije parezistueshme, që thoj. Me çfarë shije ka, po e shoh disa ngjyra? Kemi shijen e vanilës, shijen e oreos, shijen e drezës, edhe do bëhet me fistek. Kemi ambalazhin ose paketimin që do ndryshe, kemi 200 gramshe dhe 32 gramshe. Ku ne kemi në gjithë territorin e Kosovës të shpërndarë. Ku mund t'i gjejmë? Hajde tash po flasim direkt, përveç tek ky vend i mrekullueshëm, ku mund t'i gjejmë? Ç'është bëhet shitja atyre? Shitja atyre bëhet në të gjithë territorin e Kosovës, ku ne kemi përfaqësuar te një firmë që shpërndar mallin nëpër Kosovë. Na intereson me ditë pjesa e përbërësve dhe pse pikërisht këto shija. Këto shija kanë mas disa analiza, disa përbërje të veçanta që kemi pas edhe me komentet e njerëzve, jo kjo pi mongoj ka, jo kjo po duka më ushtu, edhe disa analize që kemi bërë gjatë prodhimit, kemi arrit me bërë që to një shije pak më të veçantë që e kanë tjerë.
Në këtë rrëfim suksesi nuk ka si të mungoj as Elbasan Gashi, I cili është në pjesën e menaxhimit të gjithë punëve në Laja Suites. E po kjo ndodh kur dy miq bëhen bashk. Nuk do të kishte kuptim ky rrëfim I ndjer ose më saktë histori suksesi pa e pas edhe një prej faktorëve kryesor, unë do thoja që është Elbasani që na ka ndihmuar shumë në pjesën e filmimeve, është pjesë e menaxhimit të Laja Suites. Kënaqësi shumë e madhe. Gjithashtu mirë se erdhët ju tek lokali jon. Edhe ju në emisionin ton. Apo na tregon kush është Laja Suites edhe sa punëtor janë, ç'është funksionon? Laja Suites është brand I ëmbëlsirave themi. Ne kemi disa lloje çokoladave Dubait, gjithashtu kemi mirë me prodhimin e trileçeve, baklavave, bombicave, por momentalisht në treg më së shumti është Dubai çokolada, që është kërkesë tepër e madhe prej klientëve. Kemi 4 lloje çokoladave Dubait. Kemi në synim të prodhojmë edhe paketimet e reja. Elbasan, më tregot lutem për pjesën e synimit se ku kam emri mas disa vitësh Laja Suites. Synimet për Laja Suites I kemi goxha të mëdha. Kemi për synim të zgjerohemi në treg, të dalim sidomos në tregun evropian, se momentalisht operojmë vetëm në tregun lokal, vetëm në Kosovë. Gjithashtu për synim kemi të sjellim çokolada të reja me shije të reja më të veçanta. Ku mund t'ju gjejmë? Do shta na intereson me ditë kjo pjesa se përveç në rrjetet sociale dhe këtu në këtë ambient ka mrekullueshëm, që shkon shitja atyra? Shitja e çokoladave Dubait bëhet në të gjithë Kosovën, në shumicën e marketeve, gjithashtu shesim edhe në lokalin tonë në Laja Center. Shitja bëhet me pakicë dhe shumicë. Po afrohemi drejt Black Friday, 28 nëntorit edhe festave të fundvitit. Cili kish me qenë ndoshta një mesazh për ata të cilët turp për ta, po hala nuk kam pas mundësinë më ardhe dhe me I provu këto. Na I kemi provu, kështu që ju garantoj për cilësi. Për Black Friday dhe për festat e fundvitit do të ketë zbritje deri në 50% si nga ona e çokoladës, po gjithashtu edhe nga produktet në Laja Center. I ftojmë gjithë klient që të vinë, të blejnë, të kalojmë sa më mirë në Laja Center, gjithashtu me stafin mikpris që e kemi. Deri tani janë prezente 4 shije me fëstek, oreo, dredhës e vanilja. Por ata na kanë bo me dije se së shpejti prezantohen edhe shije tjera. E po, në mezi po e presim, sepse momentet e ëmbla bëhen më të shijshme me produktin e Laja Suites. Dubai çokoladë është kënaqësia perfekte për çdo moment. Shoqëro kafen, bëje dhurat ose thjesht shijoje vet. Shije e parezistueshme. Material pas materiali, arritëm dhe në përfundim të kësaj epizode të radhës të Zoom, duke uruar e shpresuar që përveç informimit edhe u argëtuat me ato që ju kishim servuar në këto epizod speciale të 28 nëntorit. E sigurisht që duhet për krejt shqiptarët anë mba botën me uru festën e flamurit, festofshim edhe shumë vitet të tjera. E tash është koha që ta festojmë 28 nëntorin me storin e fundit për mbrëmjen e sëntme, e që ka të bëj me përmbledhjen e lajmeve vendore. Me në Zoom, sigurisht që do të takojnë të premtën e javës tjetër, e deri atëherë vazhdoni me qëndru pozitiv edhe mos harroni me dhonë shumë dashuri. Bën punë shumë të madhe, po ka dëshirë në qëndru jashtë.
Edicioni 25 si kënga magjike ka mbaruar disa ditë më parë. Juliana Pasha u shpall fituese kësaj gare, e cila u paraqit me ajër, tekstin e së cilës se ka shkruar Fifi, kurse producenti i prurjes së re është Jeris Kaso. Ti më mësove çdo gjë që diu, ti e kalori që dëroj, ti e hun, më je pak ajër, më je pak ajër. Doja më gënjeja, veten e gënjeja. Vlen të përmendet se vendin e dytë e mori Albina Kelmendi me Gënjeja. Shtjesa ju luta, të më shikonte një herë në sy. E prita dhe ktheu kokën pas një Teksa në të tretin u rendit Mira Konçi me këngën Më mbaj me veta. Në jeti pengën Kur tashia prap në dashuri. Në dashuri erdhi nga dyshja Ada Luka dhe Florian Tufallare, tekstin e së cilës se ka shkruar Dejzo, kurse për muzikën u përkujdes Sardim Neri nga Monkey Music. Prap në dashuri me të dobi. Për realizimin e videoklipit u përkujdes Max Production. Dashuri me të dobi. Me shqiponja dy krenare. Në këtë edicion kushtuar festës së flamurit do ju sjellim si premier këngën e Luana Vjollcës dhe Medës. Dyshja thon Kuqezintë dhe kënga është punuar nga Granit Gashi dhe Dart. Gulu për kujdes për shkrimin e tekstit, teksto ana vizuale u realizua nga XL Films. Najherë mban titullin dueti më i ri që Elgi Doda dhe Art kanë sjellur. Kënga është punuar nga vetë Elgidi, i cili bëri dhe tekstin së bashku me këngëtarën e mirënjohur Arta Kabashi. Miksimi dhe masterizimi u realizua nga Marenglen Boja. Teksto ana vizuale si zakonisht i është besuar regjisorës Claudia nga Full Moon Production. Ka ditur gjithmonë të na befasoj, bëjt fjalë për Butrin Timeri. Aje ka njoftuar albumin e ri në një mënyrë krejtësisht ndryshe por interesante. Të parat e albumit janë kapur. Albumi është në horizont. Koha lëshimit po afron. Këngëtari njohur kosovar publikoi disa fotografi sikur është në hënë, e nga atje na ka përshëndet me këto imazhe. Por edhe me një klip të ri, e që kënga mban titullin Sa. Kur hana ndreqë natën, qaka ke vesh, apo më provokona. E tani e kemi një lajm shumë të bukur. Bëhet fjalë për rikthimin e mundshëm të grupit të dikurshëm Baba Stars. Ujqit e vjetër, Këtë ka bërë të ditur faqja zyrtare e këtij grupi që publiku i deshi shumë. Në këto foto shihen Geti, Majko, Skivi, Onat dhe Kazmën, e që thuhet se haj 10 po vjen.